Nga Elbasani zhvendosemi në Tiranë, ku të kësaj dite të verës, po i ndjek nga afër në terren Lediana Braça, kolege e Euronews. Lediana, të përshëndes, si është atmosfera në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku ti ndodhesh aktualisht? Alba, të përshëndes edhe unë edhe ju urojmë gëzuar ditën e verës. Në fakt, atmosfera këtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit është shumë e bukur. Kanë ardhur qindra qytetarë nga qytete të ndryshme për të festuar ditën e verës. Në fakt, një ditë që simbolizon artjen e pranverës dhe ndërimin e stinëve. Por, megjithatë, do doja që të pyesim qytetarë që kemi këtu të pranishëm edhe zonjat e cilët kanë ardhur për të shitur ballokume, që është edhe ëmbëlsira tradicionale e kësaj dite. Këtu afër kam një zonjë dhe doja ta pyesja pak se sa kushton një ballokume. Përshëndetje, gëzuar ditën e verës. Përshëndetje, si jeni? Mirë. Tregoni pak sa kushton ballokumja. Ballokumja kushton 1500 lekë. Ju nga keni ardhur? Unë vin nga Tirana, po kam një mike në Elbasan edhe shkoj i marr atje. Mi bën ajo mikja, i porosis edhe shkoj i marr. Sa ballokume ke shitur sot? Kam shitur goxha. Kam shitur. Vin njerëzit i blejnë, çfarë të thonë? Disa nuk ma besojnë se e nga Elbasani, disa e besojnë, ai që e njeh ballokumën e merr. Ai që se njeh ikën. Po, si mund ta dallojmë në për shembull që ballokumja është e mirë? Po s'na la zonja. Ndërkohë, zonja fakt është duke shitur edhe ballokumet, qytetarët kanë ardhur për t'i blerë dhe për t'i marrë ballokumet. Ndërkohë që zonja shet ballokumet, ne ndërkohë shkojmë edhe pyesim qytetarët të cilët kanë ardhur në bulevardin Dëshmorët e Kombit për të festuar ditën e verës. Si e, nga ke ardhur gëzuar ditën e verës? Po kam marrë. E pas ke marrë ballokumen apo jo? Ha? E pas ke marrë ballokumen them? Në ballokun dia dhe ballokun tu. Ku e more? Ha? Ku e more? Njoni mirë. Nga ke ardhur, nga cili qytet? Qyteti jonë. Nga Tirana? Pa. Si po duket atmosfera? Shumë e mirë, po nuk ka shtet. Jo, ne po flasim për atmosferën, si është atmosfera? Është shumë me bukur, nuk ka. Ndihesh i gëzuar kështu, kur sheh njerëzit që festojnë, që dalin. Njerëz, unë rihem. Me kë ke dalë ti? Ha? Me kë ke dalë? Mi shok të jemi, kaloj. Mi shok. Nuk kam nusën, ne kam shpi. Se ke nxjerr nusën sot? Jo, se kam zë se ka Ramazan. Nuk del. Mirë pra, t'ja kaloni bukur. Ne dhe kaloj. Mirupafshim. Ndërkohë pafremi tek zonja këtu, gëzuar ditën e verës. Faleminderit. Në Euronews. Na bëni një urim special, na tregoni pak si e festoni ju ditën e verës. Ja që festojmë ditën e verës, ja ka kemi dalë për ta festuar. Dita e verës sot qelloi shumë bukur, Zoti boni mrekullira. Nga keni ardhur ju? Nga Tirana jemi. Po si e festojnë tiranësit ditën e verës? Po ja, si e festojnë me këngë, me muzikë, me gjëra të mira, ç'a të bëjmë neve tash? E ke bë ballokumen apo do shkoni të hani në Elbasan? Ja, ballokumen e bëjmë vetë neve. Si e boni, na tregoni pak? Si e bëjmë? Ka një sekret ballokumen Si e tiranëse apo jo? Ja, s'ka si ja. Tiranësit më tepër bëjnë revani. Revani për Pa. ditën e verës? Pa, revani bëjmë për ditën e Po verës. tjetër ç'a boni? Ballokumet i bëj Elbasani. Në Elbasan do shkoni? Jo, se sot jo. Jo sot. Jo, sot. T'ja kaloni bukur atëherë. Faleminderit me Edhe gjithë. gëzuar ditën e verës. Faleminderit. Gëzuar dhe ju. Ja, vetë të çurini se tek kam nga jashtë. Gëzuar ditën e verës. Gjithashtu edhe ju uroj gjithë mirat. Faleminderit. Mirë Alba, ndërkohë pyesim edhe qytetarët e tjerë të cilët janë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Sot në fakt është një ditë që edhe rrugët bulevardit Dëshmorët e Kombit do të jetë i bllokuar dhe do të jetë vetëm për qytetarët të cilët festojnë ditën e verës, gëzuar. Gëzuar për shumë vjet gjatë. Nga keni ardhur për ta festuar ditën e verës? Si origjinimi Dibron, po kemi jetojmë këtu. Jetoni në Tiranë? Traditë kemi pas ditën e verës. Po ne kemi pas me 6 maj, Shën Gjergj. Po? Se ishte ma ditë e vera ma shpejt kene. Ma vonë kene. Kush e ke ju Elbasan Tiranë dita e verës së tamam? Si po kaloni sot? Mirë, shumë mirë. Çfarë keni planifikuar? Çfarë do bëni? Që të bëni shëtitje në shtëpi. Me fëmijët apo vetëm me bashkëshortet? Ja, fëmijët na largoi jashtë shtetit. Nuk kanë ardhur për ditë verës? Ja, laj. Gëzuar atëherë, ju uroj shëndet. Po afrohemi edhe Po, Lediana, disa patjetër. fëmijë të cilët janë këtu afër sepse edhe ata e shijojnë shumë atmosferën edhe ditën e verës. Gëzuar ditën e verës. Iku bukuroshja. Gëzuar ditën e verës. Gëzuar. Jemi live në Euronews.
Lediana, Ja, pra, ndërkohë po, afër që mund të nga- marrësh dhe prononcime në nga zonë qytetarët tjetër, dhe nga fakt që- zonjat, po. Shet ballokume për ditën e verës, e si jeni zonja, jemi live gëzuar ditën e verës. Një urim të bukur, nuk do na jemi, apo jo? Po qarë gëzuar juroj gjithë mirat, një verë mbarë për gjithë. Nga ke ardhur për ta festuar? Unë kam marrë nga Dibra. Nga Dibra. Po. Ku festuar? Nuk jam të festu, po jam të punu, po punoj këtu. Gjithsesi pjesë e festës je. Ku festohet më bukur, në Tiranë apo në Dibër? Në Tiranë është tani Elbasani dhe Tirana e kanë traditët vetën, kuptohet, por ne festë është për gjithë. Kështu që kudo që t'jesh feston. Çfarë bën ju për shembull për ditën e verës? Po ja tani kemi dalë të punoj me këto. Ju për verore apo jo? Po, nuk është se unë po merrem edhe festoj. Po festesh unë po shes me ballokumet, me... Po veroret sa kushtojnë? Këto të voglat janë me 500 lekë, këto me 1000 lekë, si mbas tyre. Ke shitur? Po hajtë më të shi, dalim më shumë, edhe shofi njerëzit edhe kështu, po e kemi bërë kështu si tradit çdo vit të dalim edhe sa të ecim, si thojmë ne.